Në trotuarin pranë një gjimnazi në Slovakinë lindore u shfaqën dy mesazhe të thjeshta me shkumës "Mjaft më" me Ficon dhe një tjetër që ironizonte kryeministrin për marrëdhënien e tij me Vladimir Putin. Mesazhet u shkruan vetëm pak orë para vizitës së Ficos në atë shkollë për të mbajtur një leksion mbi politikën e jashtme të vendit. Reagimi ishte i menjëhershëm. Fico e shtyu vizitën, ndërsa komentet me shkumës nisën të përhapeshin nëpër qytete e fshatra në të gjithë Slovakinë. Media e quajti këtë lëvizje revolucioni i shkumësit ose vala e nëntorit me shkumës. Ishte një ide spontane nga Mikal, 19 vjeç, i njohur si Muro, i cili pasi mësoi për ardhjen e Ficos në shkollën e tij në qytetin Poprad, vendosi të shpreh pa kënaqësi në mënyrën më paqësore me shkumës në tokë. Për vite me radhë ai kishte ndjekur me zhgënjim politikat proruse të Ficos, korrupsionin në rritje, krizën e jetesës dhe mungesën e investimeve në shëndetësi e arsim, ndaj vendosi të bëjë diçka. Pas shtyrjes së vizitës nga Fico dhe marrjes në pyetje nga policia pa ndonjë akuzë, mesazhet me shkumës shpërthyen në të gjithë vendin. Studentët nisën të postonin në rrjetet sociale dhe shumë qytetarë ndoqën pas. Lëvizja kulmoi në prag të përvjetorit të revolucionit të Kadifejt të vitit 1989 që i dha fund komunizmit në Çekoslovaki. Në atë moment simbolik, mira njerëz dolën në sheshe të shqetësuar për rrëshqitjen e demokracisë dhe kthimin e autoritarizmit. Fico sulmon institucionet e pavarura, mediat, kulturën, si dikur komunistët, deklaroi kreu i opozitës Jaroslav Nad në një tubim. Edhe Muro u ftua të flasë në një protestë në Bratislav. Me ardhjen e dimrit dhe dëborës, mesazhet me shkumës janë paksuar, por jo edhe shpresa e Murës për një ringritje. Protestat kanë vazhduar përfshirë edhe një grup studentësh që u larguan nga salla kur Fico erdhi sërish në Poprad për ligjëratën e shtyrë, shkruan The Guardian. Ndërkohë Muro është përballur edhe me sulme personale dhe akuza nga figura të pushtetit që e kanë krahasuar me atentatorin ndaj Ficos vitin e kaluar, një paralelizëm i pavend dhe i rrezikshëm, siç thotë edhe vet ai. Për të, shkumësi është mjeti perfekt. Është një formë proteste qytetare e qartë, e fortë, por edhe aq e bucat mos të fusë në burg. E mbi të gjitha, të gjithë mund ta përdorin, thaj.